Afër Parkut të Lirisë në Ferizaj, sot u përurua pika e re e transmetimit të televizionit Tema. Në përurimin e përmirësimit të sinjalit transmetues, u tha se fuqizimi i medias së lirë dhe të pavarur përbën një aspekt të rëndësishëm për zhvillimin e demokracisë së një vendi, në këtë rast të Kosovës. Për ta përuruar pikën e re të transmetimit të televizionit Tema, sot në Ferizaj ishte e pranishme ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Jacobson. Përveç ambasadorës amerikane, në festën e televizionit Tema morën pjesë 10 mysafirë të institucioneve lokale dhe qendrore. Drejtori i radio-televizionit Tema, Visar Hoti, tha se transmetuesi i ri është kurorëzim edhe një suksesi të bashkëpunimit dhe partneritetit të qytetarëve të Ferizajt dhe popullit të Kosovës me qeverinë amerikane. Deri para 14 vitesh, vendi ku gjendemi tani ishte një zonë ndaluar për qytetarët e lirë nga prezenca ushtarake, tanke dhe topat që kërcënonin bashkëqytetarët tonë dhe lirinë e tyre. Me përkushtimin më të madh të stafit tonë, të ndihmuar nga qeveria amerikane, partnerët tanë afarist, institucionet dhe shërbimet vendore, ne këtë pikë po e shndrojmë në një vend nga i cili emetohet program që kultivon lirinë e shprehjes dhe tolerancën. Ambasadorja amerikane Jacobson u shpreh e kënaqur dhe e privilegjuar që mori pjesë në këtë ceremoni festive të televizionit Tema. Kjo është një pjesë e përkrahjes sonë për mediat e pavarura në Kosovë. Ne besojmë se mediat e pavarura dhe objektive kanë një rol të rëndësishëm për ndërtimin e një shoqërie vërtet demokratike përfaqësuese, e cila respekton dhe admiron diversitetin. Me ngritjen e kapaciteteve vjen edhe ngritja e përgjegjësisë dhe jam e sigurt që televizioni Tema është në nivel të detyrës për të përkrahur programe pro demokracisë dhe tolerancës, siç tha zotri Hoti, dhe ne i mirëpresim këto programe në të ardhmen. Projekti i pikës së re të transmetimit të televizionit Tema, që nisi të ndërtohet në korrik të vitit 2012, i mundëson televizionit Tema mbulimin e territorit të gati 10 komunave me sinjal kualitativ të televizionit toksor, duke avancuar atë nga televizioni lokal në televizion me mbulim të gati gjysmës së territorit të Kosovës, nga Kaçaniku e deri në Podujev. Përfaqësues të institucioneve komunale, përfaqësues të partive politike, gazetar e biznismen e përshëndetën inaugurimin e pikës së re të transmetimit të televizionit Tema në Ferizaj. Ata me këtë rast thanë se televizioni Tema është televizion që promovon demokraci dhe të drejtat e të gjithë spektrit të shoqërisë si vlera fundamentale të një shoqërie të lirë, demokratike dhe moderne. Më lejoni në radhë parë të uroj gjithë ekipin e televizionit e Tema për këtë mundësi që i kanë ofruar mundësi të re, që i kanë ofruar gjithë qytetarëve të Ferizajt, por edhe me gjerë pasi që valët e televizionit Tema do të deportojnë gjithnjë më shumë, dhe kjo është shumë mirë që do të deportojnë gjithnjë më shumë, sepse përmes radio-televizionit Tema ne do të mund të zhvillojmë më shumë shoqërinë demokratike, ne do të zhvillojmë më shumë qytetarinë dhe ne më shumë do të kemi të informuar edhe publikun për gjithë ato projekte që janë me interes për ta, por njëkohësisht përmes radio-televizionit Tema ne edhe do të marrim gjitha ato vërejtje, gjitha ato sugjerime të qytetarëve. Pra, do të shtohen urat e lidhjes, urat e komunikimit mes nes dhe qytetarëve, sepse ngajherë sikur kjo urë mund të mungojë, por ja që ne i kemi mediat dhe mirë që i kemi, dhe në këtë rast mirë që edhe po zgjerohet radio-televizionit Tema që të krijojë një mundësi më shumë që ne të komunikojmë edhe më shumë me qytetarët. Ne e kemi parim komunikimin, por gjithmonë ekzistojnë mundësi më shumë për të komunikuar apo për të shtuar cilëtetin e komunikimit. Dhe sot përmes radio-televizionit Tema kemi një mundësi më shumë dhe kemi një kualitet më të lartë të komunikimit me qytetarin tonë. Është jashtëzakonisht me rëndësi për qytetarët e Ferizajt inaugurimi i këtij transmetuesi, për shkak se televizionet publike tani më në mes të cilave dhe Tema po shndrohen në mediume të jashtëzakonshme dhe të rëndësishme, me një seriozitet për plasimin e lajmit si interesim për opinionin publik, dhe me këtë edhe për të krijuar opinionin për zhvillimet e demokracisë dhe zhvillimin e marrëdhënieve të buta, kështu të themi, ndërnjerëzore, duke pas parasysh edhe krijimin e një klime të mirë politike për të gjithë
qytetarët tonë, sidomos për këtë vit kur është e rëndësishme nga shkaku se ne jemi në vitin zgjedhor dhe shtrirja e transmetuesve kështu dhe rrjeti difuziv kështu ma gjanë, sigurisht se do të ketë rëndësinë e shumëfisht. Unë s'par ju përgëzoj për punën dhe angazhimin cilin e keni bërë si televizion, edhe realisht e përgëzoj me këtë rast edhe pronarin Visarhotin, i cili me punën, me angazhimin e tij e ka cilësuar Ferizajt dhe gjithë neve në raport me gjitha televizionet lokale, megjithëse TV Tema tash nuk është televizion lokal, po ka një shtrirje edhe sot përfiton një shtrirje shumë atëherë dhe besoj që është pjesë e një suksesi për cilin gjithë ne mburemi, gëzohemi dhe realisht bëjmë ftesë që edhe televizionet tjera lokale, po në anën tjetër edhe në sfera tjera sa i përket Ferizajt të marrin shembull nga ju dhe nga televizioni juaj. S'pari dua të uroj televizionin Tema, është një arritje jashtëzakonisht e madhe dhe t'ju them sinqerisht për mua pak edhe prishme nga se ky televizion i është qasur kësaj veprimtarie me një seriozitet shumë të madh që nga fillimi dhe është vërejtur që do ecë marrë, do ecë mirë dhe mendoj që këta djemë të ri që po menaxhojnë këtë televizion po e trasojnë rrugën vërtet të mirë drejt një suksesi cilin ka nevojë Kosova, në gjitha në këtë rast Ferizaj, sepse mediat janë një fuqi që e ka një ndikim të pakontestueshëm edhe në rrjetet e mëvonshme, andaj mediat janë një segment e rastishëm edhe për ecjen marrë të demokracisë dhe kjo besoj që do të jetë një rrugë që do të trasoj Tema dhe do të kultivoj demokracinë me fill, duke dhënë hapësirë të gjithëve të shprehin mendimet, të shprehin kundërshtimet, por normalisht edhe duke realizuar qëllimet e përgjithshme të cilat janë. Televizioni Tema është një prej televizionet të rëndësishme në Republikën e Kosovës. Përveç saj është një prej televizioneve të suksesshme dhe shumë profesionale. Mendoj që këto janë dy çështje shumë të rëndësishme të cilat e karakterizojnë temën. Përveç kësaj ka luajtur një rol jashtëzakonisht mirë këtu në Ferizaj sa i përket informimit përkundër kushteve shumë të vështira. Dhe të njëjtën kohë mendoj që është ky hap, domthonë kjo që ka arrit Tema tash, zgjerimin e saj është i rëndësishëm edhe për rajonin e Ferizajt, por edhe komunat në të cilat ai mund të ndiqet si televizion. Unë mendoj se është një punë mjaft e suksesshme, bile mund të them se edhe shumë e suksesshme për arsye se bëhet një shtrirje e informimit për gjithë opinionin e Republikës Kosovës. Deri më tani ka qenë Tema një medium shumë i respektuar sepse ka sjellë informacione edhe të shpejta edhe të drejta për qytetarët e komunës së Ferizajt, por megjithatë tani e tutje me këtë inaugurim që e bën sot informacionet do të shtrihet në të Republikën e Kosovës dhe kjo do të jetë një çështje shumë e rëndësishme për informimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Po inaugurimi i kësaj antene për komunën e Ferizajt do të thotë një dëgjueshmëri më e madhe. Dërsa sa i përket nga aspekti jonë policor nëse e shqyqyemi, se mos e kemi bashkëpunim shumë të mirë me gjitha televizion lokale, sidomos me të dhe Temën, është që mesazhet e tona, ndodhit që ndodhin në rajonin tonë, që të shkojnë sa më shpejt dhe të jenë më afër qytetarëve të rajonit të Ferizajt. Dhe besoj që është një plus i madh për komunën e Ferizajt dhe gjithë rajonin përgjithësi. Është viti i shtatë që qëndat e këto jetë të bashkëpunon me radio televizionit Tema dhe kjo arritje e sot e televizionit Tema është arritje e jonja për shkak se me arritjen e këtij televizioni do të rritet edhe shikueshmëria që do të ndikon direkt në mënyrën e reklamave ose propagandës që zhvillohen nëpërmes këtij televizioni me depërtu drejt e konsumatorit që vjetër ne. Unë besoj që ky transmetues i ri do të luajë një rol shumë pozitiv për shoqërinë e Ferizajt dhe për shoqërinë e Kosovës në përgjithësi, duke pas parasysh që tani ky rrjet televiziv do të ketë shtrirje edhe më të gjerë sa që ka pasur më parë. Pothuajse do ta përfshijë gjithë Kosovën. Dihet që televizioni Tema është një prej 3 televizioneve lokale në Ferizaj, i cili qysh pas luftës ka luajtur një rol shumë pozitiv në vetëdijsimin, por edhe në informimin e shoqërisë në mënyrën më të drejtë të mundshme. Tash zgjerimi i saj do të thotë një hap përpara. Shpresoj që në të ardhmen të ketë suksese
edhe më të mëdha, ju uroj sukses. Shoqata Kombëtare Fenix ka shumë lavdata për këtë televizion, i cili me vërtet do të ecë me hapa të shpejt dhe kem klasisht shembull kur çdo kush e merr një hap të tillë dhe i ndihmon këtij populli. Përgjithsisht shembull, mas pari shembull e ndihmon vetvetes, por edhe ata punëtorë që i ka aty, po edhe ne si shoqata Fenix kemi shumë lavdata për këtë televizion i cili na ka përcjell çdo hap. Po mbas ishin këto televizione, të cilat na kanë përcjell çdo hap, nuk ishin mujt të bëjnë 125 shtëpi. Ky televizion me vërtet shembull ka një rezion shumë të gjerë dhe ka lavdata në gjithë popullin shqiptar, përgjithësisht se o të bëni punë shumë të shkëlqyeshme. Dhe unë e falenderoj dhe inshallah ka suksesin të ardhmen. Është një përparësi e mirë, pra arsye se shikoshmëria do të jetë shumë e mirë, mbuleshmëria do të jetë shumë e mirë dhe kjo është edhe krejt kjo storie që sot është ky solemnitet. Unë i gëzona si gazetar, një kohë që jam njës i mirë i media të shkruar elektronike, i gëzona lëvizjeve të tilla, sidomos tash kur po hym në epokën e digitalizimit, ku qytetarët do të kenë një përparësi shumë të madhe edhe në lëshmërinë e programeve, përmbajtjeve të programeve, edhe mendoj që është një ide e mirë dhe përshëndes këtë nismë, i dëshiroj fat televizionit juaj që të keni vërtet kontakt me popullatën, të keni programe më të begatshme, të keni programe origjinale që ta përgatisni popullatën se mjaft storje tjera, telenovela që mbërhap më të madhe në shumë qendra televizive. Unë mendoj që përmbajtjes programore duhet i kushtoni shumë kujdes. Po në rend parë mendoj për mediat e Ferizaj do të thotë shumë. Drejt për drejt edhe për televizionin tema, është një sukses i radhës, për arsye se bashkë me zhvillimin e kapaciteteve tekniko-teknologjike ne shoh edhe mundësinë e zhvillimit të kapaciteteve tjera, domethënë në aspektin e punës drejt për drejt mediale, në këtë rast gazetareske. Aq më tepër mbulimi apo zgjerimi i hapësirës komunikuese është një parakusht i cili në rend parë duhet të reflektohet si ngritje përgjegjësisë për punën e këtij mediumi, si edhe të kolegëve të gazetarëve në këtë shtëpi, kështu që për cilën gjë nuk dyshoj dhe kam dëshirë që ky zhvillim i kapaciteteve tekniko-teknologjike të përcjellet edhe me zhvillimin e kapaciteteve tjera, domethënë resurseve njerëzore, që të kemi bashkë me këtë edhe shtimin e llojshmërisë të zhanreve të punës gazetareske, që qytetari Ferizajas, pse jo edhe më gjerë domethënë për arsye se ky kapacitet do të mundson mbulimin e një territori shumë më të gjerë, të ketë informatën sa më të shpejt, sa më të saktë dhe sa më korrekt. Me funksionimin e transmetuesit të ri, televizioni Tema është më afër ditës që të filloj transmetimin digital edhe në teknikën High Definition dhe të promovoj teknologji të reja në fushën e medias.